Gazetari Milaim Zeka ka deklaruar se pas procesit në gjykatën speciale në Hag qëndrojnë interesa të fuqishme politike, duke përmendur veçanërisht Gjermaninë dhe Francën, të cilat sipas tij synojnë dënimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës si organizat. Në Politico, Zeka tha se ka pritur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të reagojnë më fuqishëm ndaj këtij procesi. Kam pritur që SBA-ja thjesht ta tërheqë personelin e saj nga gjykata speciale, këtu nuk ka fare akuzë, u shpreh ai. Zeka theksoi se qëndrimet e tij i mbështet me bindje të plot duke kritikuar sjelljen e diplomatëve gjerman. Kam guxim dhe e mbështes mendimin tim për sjelljet e ambasadorëve gjerman, të cilët me mishe me shpirt po luftojnë që këta të dënohen, nuk flas në hava, deklaroi ai. Zeka shkoi edhe më tej me pretendimet e tij duke thënë se ish presidenti Hashim Thaçi është arrestuar në Vjenë në kohën kur po udhëtonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të takuar me ish presidentin amerikan Donald Trump. Sipas Zekës, arrestimi ka ndodhur me urdhër të Angela Merkel dhe Boris Johnson të Britanisë së Madhe. Kryeprokuroria Kimberly West në fjalën e saj në seancën përmbyllëse të gjyqit më të madh ndaj Thaçit dhe të tjerëve, ka thënë se gjykata speciale ka treguar sukses të madh përgjatë viteve të fundit. Ajo tha se drejtësia brenda këtyre mureve është rutinë e zakonshme. Drejtësia është rutinë e zakonshme brenda këtyre mureve. Ne jemi bërë një gjykatë e suksesshme brenda një periudhe relativisht të shkurtër, u shpreh West. Më tej ajo ka folur për dënimin që mund t'i marrë ish krerët e UÇK-s. Sipas saj, dënimi mund të shkojë deri në 45 vjet, siç tha ajo, për krime të rënda lufte. ZPS-ja kërkon vendim dënimi personal konkret, jo për shtabin e përgjithshëm, por për persona konkret. ZPS-ja kërkon dënim për të gjithë pikat e aktakuzës prej 45 vitesh, mbështetur në kontributet individuale të kryera për secilin prej personave. Këto janë krime lufte, krime kundër njerëzimit, e janë të rënda në natyrë, e këto akuza nuk kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës, tha ndër të tjera ajo. Ish kryeministri Isa Mustafa ka folur për zhvillimet e fundit të partisë që ai drejtoi për disa vite pasi LDK-ja doli me një rezultat të dobët nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Mustafa nuk u lëshua shumë në komentimin e vendimit të kreut aktual të LDK-s, Lumir Abdixhiku, për ofrim të dorëheqjes, por ai bëri një krahasim me veprimet e tij kur LDK-ja po ashtu pati rezultate dobët në vitin 2021. Kur ne eram në rreth 13%, LDK-ja e lexoi drejt zërin e qytetarëve. Prandaj unë dhe bashkëpunëtorët e mi e kuptuam që duhet të bëhen ndryshime, tha Mustafa. Ai tha se në raste të tilla fjalët duhet të maten para se të thuhet, sepse më pas ka konsekuenca. Edhe Abdixhiku dhe gjithë ne që merremi me politik duhet të mendojmë më gjatë para se ta themi fjalën. Më 28 doli dhe tha se e merr përgjegjësinë objektivisht për rezultatin. Më vonë tha se do t'ia ofroj dorëheqjen kuvendit dhe unë s'mund të them nëse është dashur t'i jap dorëheqje ose jo, por është dashur t'i mat fjalët para se t'i thotë, të flej një natë, të pushoj pak, të konsultohet me bashkëpunëtorët, tha ai në një intervistë për Kosova Press. Unë s'mund të them se si është dashur të veproj me dorëheqjen. Unë për veti në momentin që e kam parë se rezultati ka dalë më pak se 13%, nuk kam ofruar dorëheqje, por kam dhënë dhe kam njoftuar anëtarët e kryesisë që me këtë e përfundoj mandatin tim në LDK dhe në të gjitha organet e partisë. Por pse se bëri të njëjtën edhe Abdixhiku, Mustafa tha se s'mund ta komentoj. Ai ka mund të mos e ofroj hiç dorëheqjen, shtoi ai, ndërsa e shpjegoi në 27 të statutit të LDK-s, në bazë të cilit delegatët e LDK-s votuan për ose kundër Abdixhikut. Mustafa tha se neni 27.1 i statutit të LDK-s nuk trajton dorëheqjen, por se ai flet për votbesimin ku 1/3 e anëtarëve të kuvendit mund të kërkojë votbesim për kryetarin ose vetë kryetari për veten.